Heshtjen që e mbajti për kohë të gjatë e theu Ramadan Nishori, i mbjetuari i dhunës seksuale edhe për shumë të mbjetuar të tjerë. Vdekja për mua do të ishte paqe, tha Nishori, burri i parë që publikisht pranoi se është dhunuar nga forcat serbe gjatë luftës dhe tha se forcat serbe i thanë të mos e shpalaste kurrë. Po mu, a ditë nuk nga nëmonë pyqja. Po ata policë civil filluan me më kësnjo. Se kjo shka të ndorë ty nuk u dzë kur njët me tregu kërkuj. Në vitin 1998 në stacionin policor të Drenasit, Nishori që atë botë ishte 22 vjeç u dhunua nga një polic serb. Ai tha se një përvojë e tillë nuk harrohet kurrë. Unë jam se të ju se e kam harrua ato që kam rritu. Por jam të sed, përse mos metëm rëbi se kalumës. Nishori u akushtoi fjalimin e tij plagëve të mbjetuarve që ende nuk kanë marrë zemër ta thonë të vërtetën e tyre e të kërkojnë drejtësi e shërim. Tregoi se ka shkuar shumë herë para zyrave të qendrës për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, por e kishte të vështirë ta mbledhte forcën të kërkonte ndihmë derisa e pa në televizion Vasfije Krasnicin, e cila fuqizoi të mbjetuara të shumta në Kosovë. Dhe kam morë e kam shkru në Messenger fjell. Dhe kjo më tha që i tregova se shumë herë po afru në dejtë e organizatë, po nuk pa muj me imra. Traumat e tij, siç tregoi Nishori, i dilnin edhe më ashpër në netët pa gjumë, teksa ai nuk donte t'i tregonte familjes së tij për dhunën seksuale që e përjetoi. Të ja bënte të vështirë frika e asaj se si do të perceptohej si burri i dhunuar gjatë luftës. Vike me kohët, me bërtit me të molla. Iksha nëntën për shmisë. Delqa. Po e shohë qëllim zhavë këthesha në shpirë. I mbyllur në vetvete për shumë vjet, Nishori u largua nga vendlindja dhe u vendos në fushë Kosovë. Vetëm në vitin 2005 mori guximin që t'u tregonte bashkëshortes dhe 3 fëmijëve të tij për dhunën me të cilën u përball më 1998. Nesër mëngjes, po më thot, Dan, luftë ko. Dhe çdo një unë të mujtë një dodhja. Po të risën, e ke posë për krohin tam, e tash e tu tjek me posa dhe ma shumë. Tha se pasi mori mbështetje në organizat e nga familja, ndjeu lehtësim të madh. Në atë moment, kam kohë visin. Unë jeva shumë i shliru. E njeva su kur për vetit, më hek 500 kilo për vetit. Përfaqësuesit e QKMRT-s e familjarë të tij thanë ndër të tjera se Dani, siç e njohin në organizat, është për të marrë shembull nga shumë burra për guximin e tij te ku bën thirrje familjarëve për mbështetje. Ramadan Nishori është edhe i mbjetuar i masakrës së Dubravës, si dhe keq trajtimeve në burgjet e Prishtinës, Lipjanit edhe të burgjeve të Serbisë gjatë e pas luftës. Ai bën pjesë tek ata të burgosur që u mbajtën si peng lufte nga Serbia deri në mars të vitit 2001, që u liruan pas presionit ndërkombëtar. Ende nuk dihet numri i saktë i personave të dhunuar gjatë luftës, por sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000.